ditën e Hunain ka dalë Muhamedi alayhi salam me shokët e tij edhe kanë pa një pemë në të cilën mushrikat, jo besimtarët, i kanë vjerë armët e tyre, i kanë vjerë në ta. Pemë, po këtë u ka në veçantë kjo të ta. E dikush prej shokëve të Muhamedit alayhi salam, po këtë u kanë i ri në islam. Edhe i ka thonë, ja Rasulullah, bana dhe neve në qësi. Që kanë patë ata, kanë dash me ba dhe këta. Të një ka thonë Muhamedi alayhi salam, subhanallah, qysh i kanë thonë popli Musës alayhi salam, ij'al lana ilahen kama lahum aliha. Bana dhe neve një ilah, një të adhuruar, një idhull, qysh po kanë këta idhuj. Bana dhe neve nja. Që kanë patë ata, kanë dash me ba dhe këta. Të një ka thonë Muhamedi alayhi salam, kështu kanë thonë popli Musës. Piksajna muslimane kuptojnë që jo gjithë shka që ka shohum të jahudit, të krishterët, të mushrikat, të ata që i bojnë shok Allahu të azugjel, me thënë bana dhe neve. Ata një pish, na një pish. Ata një ditlindje, na një ditlindje. Ata një vitri, na një vitri. Krejt, që ka të bojnë ata, namaz tyne. Jo kështu muslimanët e kanë shambull Rasulin alayhi salam. Është nder për neve pasimi Muhamedit alayhi salam.